Njëna për mesazhet që i kanë shkruajt, kanë thënë: "Tim kimit një herë pi mrena, unë i dhash fund pi jashtë." Dhe kjo është shumë e rëndësishme të ndërum xhamat. Kjo është ka e përmendëm. Një për mesazhet që shumë e kanë shkruajt: "Më ka mit filani pi mrena, e unë u dash mulirue pi për jashtë. Pra unë konopin e bleta, ama ai shpirtin moti ma ka vra." Kjo ndodh na shumë të ndërum xhamat. Ti e kimit pi mrenat. Ti ka mundësi e mrin e mit e vladin pi mrena. Ti ka mundësi e vret nanën e babën pi mrena. Ja vret shpirtin, ja hup, ja ki nuk konopin shpirt. Ai thot, masi shpirtin e kam konop, t'ja vroj edhe konopin edhe trupit. Kujdes ndërum xhamat. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Mund pëlqen fjala e mirë. Mund pëlqen me menu mirë." Than sahabët, "Çka me menu mirë ja Rasulullah?" Ta keli me ton tayibe, një fjalë të mirë thuje. Liroj me shpirtin. Liroj shpirtin. Mos thuaj me fjalë të rënda. Mos ofendo, mos rano, mos i dhunja zora kjo. E keni pa? Veti njerëzit për çka dush. Pyete diçka për biznesin e atij çka atë bë. Pyete për tregtinë e tij çka atë bë. O thot mos e këtij biznesi se i rana ki. Po më kanë i rabët e se po ti fiton parë pa ti. Po ti e koprat s'do me kallzue. Pse tutesh me kallzue? Pse tutesh me kallzue? Folja me njerin janë po hin vëlla. Apo hin. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kur vinin njerëzit me mor dijet e ai, thonë merhaban bi talibil ilm. Mirë se vjen ai kërkuesi i dijes, nuk harxhohet kjo. Nuk harxhohet. Nuk harxhohen parët të ndërum xhamat, nuk harxhohet. Do njerëz që do menusi kanë harxhu parët. Çish me bin marrë që s'harxhohen ai. A ka marrë dikush diagnozë për këta njerëz që janë të utut fukarallokit mi kallzu? O insan, ti ki me dek, a pet ka me pas parë në dunjë. Mos u tut. Apo, mos u tut. Ama shejtani sa shëri thot, "O xha të kallzon, ama nuk i di ki do punë." O i dina, nuk harxhohet parja. Mos u tut për parë, ki e frikën nenzën ahirat që shkëna me dal përpara Zotit. Asnjëri pi njerëzve nuk është duvujt për parë. Andaj njëra për mesazheve cila ente qatalta ruhi, ti ma ki vra shpirtin. E dikush s'e duron këta, çfarë ban i jep konok. A kena vrana dikant të ndërum xhamat? Po nuk është me vra veç me thikë dhe me armë, zjarrit. Jo me vra me një ngaft, tran. Erdhi njëri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sa ishte të shpërnda do pasuri. Dhe aty u duk padrejtisht ajo. Ama kujna më të mirit njëri në botë. Për të cilin Allahu xha ka marr besnik me ia dhon shpallën e vet. Edhe te po tha o Muhammed alayhi salatu wasalam, ta banu i drejt. Ja vrajti shpirtin kjo pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ta banu i drejt. A ka njëri më drejt se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Ta banu i drejt se si e i drejt. Kështu njerëz nuk e din çka folin edhe para kujt folin. Ta banu i drejt. I'dil fa ma adalt. Ti si e i drejt. Edhe tash kyre. Pejgamberi nuk ka si njëri që revoltosi, mi po shokët e vet e kanë diçka pi thot. E nxeri shpatën Khalid ibn Walid min herë trak. Tha ja, ama e di ku autoriteti ka të me vet. Tha ja Rasulullah, ata drejtoj kët? Po jo. Jo, leje ta